Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se SBA dhe Izrael do të vijojnë operacionet ushtarake kundër Iran, duke theksuar se aleanca mes dy vendeve ndodhet aktualisht në një pozicion shumë të fortë. Në një deklaratë të fortë lidhur me situatën në lindjen e mesme, Trump u shpreh se udhëheqja në Teheran po përballet me një krizë të thellë dhe se strukturat drejtuese të regjimit po dobësohen me shpejtësi. Ne jemi në një pozicion shumë të fortë tani dhe lidershipi i tyre po zhduket me shpejtësi. Kushdo që duket se dëshiron të jetë lider, përfundon i vdekur, tha ai. Sipas presidentit amerikan, operacionet ushtarake të ndërmarra nga SBA dhe Izrael kanë goditur rënd kapacitetet ushtarake të Iran, përfshirë edhe arsenalin e raketave balistike. Deklaratat e Trump vinë në një moment tensionesh të larta në rajon, ku përplasjet mes palëve kanë rritur ndjeshëm frikën për një përshkallëzim më të gjerë të konfliktit në lindjen e mesme. Ndërkohë, Iran ka paralajmëruar se do të reagojë ndaj çdo sulmi ndaj territorit dhe interesave të tij.